Të nderuar shikues, përshëndetje, do jemi së bashku në edicionin informativ këtu në ekranin e Kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Prokuroria e posaçme godet grupin kriminal të familjes Raja në Fushkruj, arrestohen 7 persona, 4 shpallë në kërkim akuzohen për trafik droge. Pronari i biznesit të sulmuar me eksploziv gjatë natës mohon të ketë konflikte, por policia e Shkodrës dyshon se krimi lidhet me aktivitetin e tij tregtar. Kryeministri Rama afton sipërmarrësit e huaj të zgjedhin Shqipërinë për projektet e tyre, vendi ynë është gati për të rritur investime cilësore. Njëmi gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Një operacion i gjëri prokurorisë së posaçme goditi grupin kriminal të familjes Raja në Fushkruj. Në pranga kanë rënë 7 persona, 4 janë në kërkim, ndërsa 3 të tjerë ndodhen në qeli për krime të tjera. Ata akuzohen për trafik droge dhe armbajtje pa leje. Në të gdhirë të së mërkurës, spak mësyu në Fushkruj dhe goditi një grup kriminal, duke arrestuar 7 persona për trafik droge, mes të cilëve edhe Recep Rajën, djalin e ish-deputetit socialist Rahman Raja. Në qeliu është komunikuar masa 3 të arrestuarve, kurse në kërkim janë 4 të tjerë, duke çuar në total në 14 numrin e masave të sigurisë të lëshuara nga Prokuroria Antikorrupsion. Gjatë operacionit të drejtuar nga prokurori Adnan Xholi, janë sekuestruar rreth gjysmë milion euro, armë, 3 automjete dhe jelek antiplumb. Episodi i parë i përket datës 3 nëntor 2020, gjatë të cilit nga autoritetet malazeze u sekuestruan 1722 kg kokain e dërguar nga Shqipëria me destinacion përfundimtar Gjermaninë. 20 ditë më pas është episodi i dytë në Holand, ku u sekuestruan 475 kg kokain e dërguar nga Ekuadori. I treti është ai i 26 janarit të 2021-shit në Turqi, ku u kapën 236 kg marijuan e dërguar nga Shqipëria. Grupi i cili ka qenë në hetim që nga viti 2020 për trafik droge, është zbuluar nga bisedat që janë bërë në aplikacionin e dekoduar Sky ECC. Të arrestuarit rezultojnë të jenë të gjithë emrat e njohur për drejtësinë. 2 vjet më parë, Recep Raja së bashku me kushërinjtë e tij dhunuan Bilbil dhe Jashar Majen me shkopin bejsbolli. Pamjet e publikuara të dhunës të regjistruara nga vetë antarët e fisit Raja tronditën mbar opinionin publik. 2 kushërinjtë, Bilbil dhe Jashar Maja, u dhunuan me sende të forta për shkak të një konflikti që lidhej me punimet në një gurore. Ata kishin kërkuar që punimet të ndaloheshin pasi po ju shembeshin banesat, por denoncimi i tyre solli dhunën barbare në ambientet e një lokali në mes të ditës. Ndonse dhuna e ushtruar ishte pa precedent, çështja në gjykatë regjistruan në akuzën plagosje e lehtë me dashje. Përveç kësaj, Recep Raja u dënua për dhunimin barbar ndaj të dashurës së tij Gjisiela Maloku. Pjesëtarë të grupit pohetohen edhe për pjesëmarrje në ngjarje të tjera kriminale. Personi i fundit të shoqëruar mbrëmjen e së martës në lidhje me atentatin e Rinasit është lënë i lirë pasi u mor në pyetje për disa orë në polici. Burimet bën të ditur se 35 vjeçari është banori i fshatit Halil në Fushkruj, ku u dosh makina Toyota e autorëve. Shtëpia e tij është shumë afër vendit ku atentatorët i vuan flakën automjetit të tyre, por 35 vjeçari mohoi të ketë parë gjë pasi në atë kohë nuk ndodhej në banesë. Ndërkohë policia ka marrë edhe përgjigjen e ekspertizës së armëve të gjetura në makinën e djegur, ku sipas burimeve mësohet se ato nuk janë përdorur në ngjarje të tjera kriminale. Në sulmin me armë të ndodhur mesditën e 11 nëntorit në Rinas, u vrak Gilmando Dani dhe pak ditë më vonë ndërroi jetë në spital dhe miku i tij Muçi Shaljani. Policia e Shkodrës po heton shpërthimin me tritol mbrëmjen e së martës në një biznes në periferi të qytetit të Shkodrës. Edhe pse pronari i kompanisë ka mohuar të ketë konflikte, hetuesit besojnë se sulmi me eksploziv lidhet me aktivitetin e tij të biznesit. Pronari i biznesit Lufa Print në Shkodër, Lulzim Mehmeti, ka dhënë dëshminë e tij para policisë pas vendosjes së tritolit pranë ambienteve të kompanisë së tij mbrëmjen e së martës. Ai ka deklaruar se nuk ka patur konflikte, kërcënime apo shqetësime që mund të lidhen me ngjarjen. Nuk kam asnjë ide se kush mund ta ketë vendosur sasinë e eksplozivit. Nuk kam patur probleme me askënd dhe asnjë lloj kërcënimi. Ne operojmë prej vitesh në fushën e reklamave dhe marketingut në Shkodër dhe nuk e kuptoj arsyen e këtij sulmi. Gjatë ditës kam qenë në banesë për shkak të një viroze.
Shpërthimi ndodhur rreth orës 22:20 të mbrëmjes së 9 dhjetorit ka krijuar panik në zonën e ish-fermentimit. Për shkak të zhurmës së fortë, ndonse lënda eksplozive nuk ka qenë në sasi të madhe. Nga kamerat e sigurisë sekuestruara nga policia është vënë re se 2 persona të rinj kanë mbërritur me motor pranë subjektit dhe kanë vendosur lëndën plasëse pranë qepenave të Lufaprint, duke u larguar menjëherë më pas. Autorët mbanin veshje me kapuç dhe fytyra e tyre ishte mbuluar, çka e vështirëson identifikimin. Pas shpërthimit ata janë larguar me shpejtësi në drejtim të njësisë Rrethina, një zonë rurale pa kamera sigurie. Hetuesit dyshojnë se ata mund të jenë paguar për kryerjen e këtij akti. Në forumin ekonomik të Tiranës, kryeministri Edi Rama ftoi sipërmarrësit e huaj të investojnë sa më shpejt në Shqipëri. Ai tha se vendi është kthyer në një korridor të madh zhvillimi që po prek rrugët, portet si dhe aeroportet. Shqipëria po kthehet në një korridor zhvillimi në të gjithë sektorët, prandaj dhe kjo është koha e dur për investimet e huaja. I pranishëm në forumin ekonomik të Tiranës, kryeministri Edi Rama u bë rithirrje sipërmarrësve të huaj që të zhvillojnë idet e tyre në vendin tonë, pasi sipas tij kjo është koha e dur. Ne po e kthejmë vendin tonë në një korridor zhvillimi nga veriu në jug, aeroporte dhe porte të reja po ngrihen. Shqipëria nuk ka qenë kurrë më afër dhe dua të përfitoj nga kjo mundësi që më jepet këtu sot, që gjithashtu të them edhe disa fjalë për investitorët. Ata duhet të kuptojnë të gjithë se momenti është tani dhe Shqipëria është gati për investime të cilësisë së lartë dhe afatgjata. Ne mirëpresim partneritete që ofrojnë dijen, ekspertët, inovacionin. Kreu i qeverisë përsëriti edhe një herë objektivin për antarësimin në BE në vitin 2030. Negociatat janë të hapura, kapitujt po ecin përpara dhe objektivi ynë është realist dhe i arritshëm. Patjetër me një kusht, që Europa të mbajë premtimin dhe që së bashku ne t'i përmbajmë kalendarit për të cilin jemi marrë vesh bashkarisht. Antarësimi i Shqipërisë në 2030 është absolutisht i mundshëm dhe nuk jemi këtu për të pritur për Europën, por që ta ndërtojmë Europën këtu dhe prandaj ne jemi kaq të zellshëm për të ndjekur këtë rrugëtim drejt Europës. Ai theksoi se me përbarimin e bërë përgjatë viteve, Shqipëria tashmë shihet me një qasje tjetër nga ndërkombëtarët. Shqipëria nuk shihet më si një cep i largët në hartë, por si një vend ku gjërat ndodhin, ku reformat nuk janë premtime, por praktika dhe ku shndrimet, transformimet nuk janë slogane, por fakte të përditshme. Investimet e huaja në vendin tonë, sipas të dhënave nga qeveria, kanë kapur shifrën e 1.58 miliard eurove gjatë vitit 2024. Praktikat e administratës tatimore me rimbursimin e TVSH-s janë quajtur të gabuara nga dhoma amerikane e tregtisë. Përfaqësues të saj tërhoqën vëmendje se pengesat dhe zvarritjet po cënojnë investimet në turizëm dhe në industri. Dhoma amerikane e tregtisë zhvilloi një takim me bizneset ku janë diskutuar hapur problematikat që këto të fundit hasin në përballjen me administratën tatimore. Përfaqësuesja e dhomës amerikane Alketa Uruçi u ndalte domosdoshmëria për ndërhyrje të menjëhershme në legjislacion pasi praktikat që po ndiqen janë të gabuara. Praktika e administratës tatimore është e gabuar në shumë çështje të ligjit për TVSH-n. Unë do të përmend vetëm 2 raste që janë të njëjta në zbatimin e gjithë rasteve nga ana e administratës tatimore. Së pari rimbursimi i TVSH-s për rastet e investimeve. Rasti i dytë që dua të përmend është rasti i shitjeve nën kosto. Nga ana tjetër, kreu i tatimeve tha se administrata tatimore është duke punuar tashmë për një harmonizim me praktikat europiane duke bashkëpunuar dhe me agjencinë suedeze. Në lidhje me tatimin dyfisht, patjetër, domethënë të shkuarën ka pasur problematik për faktin sepse duke ardhur nga krahu i biznesit, pra si konsulent, gjithmonë ka pasur një vështirësi për të ndjekur tonë në kohë. Për këtë arsye u zhvillua një sistem i cili tashmë është live dhe kalon pra i detyrueshëm në 1 janar, pra çdo gjë do bëhet vetëm me sistem, pra gjithë aplikimet do ketë një vizualitet dhe një ndjekshmëri më të thjeshtë dhe më të kollajshme për tatim pagues, por qoftë edhe për administratën tatimore për gjitha çështjet e tatimit dyfish. Në fund, Binaj komentoi dhe paketën e re fiskale që do të nisë zbatimin në fillim të vitit të ardhshëm, duke bërë prioriteti numër 1 të institucionit. Paqja fiskale ishte një premtim gjatë fushatës, të cilën qeveria është duke implementuar sikurse ajo e premtoi. Patjetër, thash është një qasje për të ndihmuar biznesin, i cili gjithmonë ka kërkuar që të mos kontrollohet nga administrata tatimore për faktin e kohës që merr, kostove që ka kjo gjë, dhe kjo është domethënë një ofertë pra që i bëhet nga qeveria biznesit për ata që nuk duan të kontrollohen dhe janë gati të bëjnë pagesat që kërkon buxheti i shtetit
për të plotësuar mbledhjen e të ardhurave. Në 10 muajt e parë të vitit, administrata tatimore ka arritur të sigurojë për arkën e shtetit 413 miliard lek, duke mbetur shtylla kryesore të ardhurave për buxhetin. Sali Berisha tha ka të mërkurë se deklaratat e kryeministrit Edi Rama për gjyqtarët përbëjnë kërcënim të hapur ndaj drejtësisë. Ai sulmoi edhe drejtuesin e SPAK-ut Altin Dumani duke thënë se u pagua maksimalisht për të pasur një prokurori politike. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha sulmoi sërish kryeministrin Edi Rama për qëndrimet e tij ndaj gjykatës kushtetuese, por edhe ndaj shoqatës së gjyqtarëve. Në një konferencë me gazetarët, Berisha mbrojti sërish gjyqtarët duke cilësuar të drejtë kërkesën e tyre drejtuar kushtetueses për rritjen e pagave. Ju përmend gjykatësve rroga sikur i ka nga pronat e Surrelit, sikur jep nga fondet e vjedhura dhe jo nga buxheti i shtetit. Një akt pacipsie në një kohë kur ata gjykojnë, ai përpiqet t'i kërcënoj, të përdor buxhetin e qytetarëve që ka vjedhur vetë për të kërcënuar gjykatësit që kërkojnë të mbrojnë buxhetin nga hajdutët. Berisha vuri ndukje se pagat e larta të gjyqtarëve prokurorëve, veçanërisht prokurorëve të SPAK-ut, janë vendosur nga vetë kryeministri Edi Rama. E kryetari i PD-s Berisha para gazetarëve përsëri akuzoi drejtuesin e SPAK-ut Altin Dumani se është përdorur politikisht nga Partia Socialiste. Për të patur një prokurori politike, Edi Rama shpalli në të paguarin, jo të Shqipërisë, në të paguarin zyrtar të drejtësisë në të gjithë vendet e Ballkanit, Artur Troplinin apo Pojen e Skapit, me 7.200 euro rrogën. Po, sepse i duhej që të arrestonte opozitën, i duhej të siguronte karriget. Ndërkaq Berisha komentoi edhe procesin për zgjedhjen e avokatit të popullit, duke pranuar se Partia Demokratike gaboi duke i dhënë firmat e Endri Shabanit. Por lideri i opozitës sqaroi se firmat janë tërhequr e Partia Demokratike nuk e mbështet zotin Shabani për postin e avokatit të popullit. Po të mos ishte gabim, firmosja nuk tërhiqej mbështetja. Unë do ta pranoj që një proces, por kjo erdhi krejtësisht nga një qëndrim i Partisë Socialiste, e cila kishte qëllim të dilte tek opozita që donte. Me opozitën që don, ai nuk do jemi kurrë. Ne do jemi opozitë sovranit. Pak ditë më parë, opozita toroqi firmat për 6 kandidatët që kishte mbështetur për postin e avokatit të popullit, përfshi edhe Endri Shabanin. Por pavarësisht kësaj, Partia Socialiste i ka futur ato të njëjtën për votim. E mbetet për të parë se çfarë do ndodhë në parlament në seancë plenare. Parlamenti shpalli vakancën për antarin e 9 të gjykatës kushtetuese, vakancë që u krijua pas dorëheqjes së Elsa Toskës. Shpallja u bën në mbledhjen e Komisionit të Ligjeve vetëm me votat e Partisë Socialiste dhe kandidatët kanë 20 ditë kohë për të dorëzuar dokumentacionin e nevojshëm për kandidim. Partia Demokratike nuk mori pjesë në votim, duke akuzuar shumicën se ka përdorur çështjen e mandateve të gjyqtarëve kushtetues për ta kapur këtë institucion. PD vuri në dukje se hapja e vakancës vjen pas një vendimi të gjykatës kushtetuese për çështjen e mandateve të antarëve të saj, por ky vendim nuk është publikuar, i arsyetuar dhe nuk është botuar në fletoren zyrtare dhe rrjedhimisht nuk ka hyrë në fuqi. Në gjykatën kushtetuese janë 2 vende vakante, një antar do të zgjidhet nga parlamenti dhe një antar do të zgjidhet nga presidenti i Republikës. Policia e Durrësit ka finalizuar një operacion të koduar full scan, gjatë të cilit u sekuestruan drogë, armëzjarri, bijuterisi dhe 29.000 euro. Në pranë nga vu drejtuesi një autobusi, një 42 vjeçar nga Vlora. Gjatë kontrollit në vijën e dytë në portin e Durrësit, në çantën e tij u gjetën 92 gram kokain dhe bijuteri floriri, ndërsa brenda autobusit u zbulua dhe një armëzjarri me 5 krera me fisheksi dhe shuma monetare. Drejtuesi i mjetit u arrestua për disa vepra penale që lidhen me trafikun, kontrabandën si dhe fshehjen e të ardhurave. Kryebashkiaku i Himarës Vangel Tavo tha këtë të mërkurë se furnizimi me ujëra dhe pastrim janë 2 sfida që zënojnë turizmin. Gjatë një diskutimi me ministrin e mjedisit është folur për projekte konkrete që japin zgjidhje këtyre problemeve. Himara mbylli një sezon turistik shumë të suksesshëm dhe për tepritshmërive. Kështu u shpreh kryetari i Bashkisë Vangel Tavo në një takim ku mori pjesë dhe ministri bujqësisë Andi Salla. E megjithatë, sfidë për sezonin e ardhshëm mbeten disa çështje si mbetjet urbane dhe furnizimi me ujë. Sfidë mbetet edhe menaxhimi i mbetjeve, sidomos në periudhat e pikut
ku kërkohet një koordinim më i mirë me strukturave publike dhe bizneseve për të ruajtur pastërtinë dhe cilësinë e mjedisit. Një tjetër element i rëndësishëm është nevoja për staf të specializuar dhe shërbime profesionale në sektorin e turizmit. Rritja e cilësisë së shërbimit, kërkon trajnime, standarde të reja dhe përfshirje të komunitetit lokal. Sfidë mbetet edhe formalizimi i aktiviteteve turistike, duke përfshirë akomodimin, shërbimet dhe aktivitetet mbështetëse. Ndërsa në fjalën e tij, ministri Andi Salla tha se prioritet mbetet turizmi gjithvjetor. Prioriteti i bashkisë i Marës është që të ketë një turizëm të vazhdueshëm në gjithë muajt e vitit. Imara ka një ndërthurje të midis turizmit dhe bujqësisë, ku janë të ndërthuar edhe të ndërlidhura së bashku për të gjithë vizitorët, për gjithë turizmin të cilët Imara është në fazë zhvillimi. Në takim u diskutuan edhe për investimet e bashkisë me një buxhet të mbështetur nga qeveria dhe nga fondet e bashkisë për çështjet që synojnë përmirësimin e infrastrukturës në të gjithë territorin. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur dhe për këtë edicion informativ. Bashkë ndajemi këtu, natën e mirë.